Në Zubin Potok është përsëritur ditën e sotme një njëjti skenar si në Mitrovicën e Veriut ku pati incidente gjatë festës së madurantëve serb në sheshin kryesor të qytetit. Madurantët serb në Zubin Potok kanë dalë në rrugë duke organizuar festime me flamuj dhe këngë nacionaliste. Kjo dukuri e cila po ndodh në një vit të koordinuar kohore dhe simbolike është interpretuar nga ekspertët e sigurisë si një provokim i drejtë për drejtë ndaj institucioneve të Kosovës dhe një përpjekje për destabilizim të qëllimshëm. Në video dhe pamjet që janë shpërndarë në rrjetet sociale, madurantët shihen duke valvitur flamurin serb dhe duke broritur slogane që në thelb nxisin dasi etnike, si Kosova është zemra e Serbisë. Ngjarje të tilla nuk kanë ndodhur në mënyrë të izoluar, ose pak ditë më parë një situatë e ngjashme u raportua edhe në komunat e Leposaviçit dhe Mitrovicës së Veriut. Të gjitha këto veprime janë bashkëruar si pjesë e një skenari të dizajnuar nga autoritetet serbe për të instrumentalizuar rinin në funksion të politikave përçarëse. Eksperti i sigurisë Korab Bllakaj ka reaguar përmes impostimit duke deklaruar se në Zubin Potok skenari është i njëjtë, pra është një dëshmi e një fushate të koordinuar për të sfiduar autoritetin e shtetit të Kosovës dhe për të forcuar një narrativ nacionaliste që vjen nga Beogradi, ku në dy qytete njëra pas tjetrës të rinj çndërrohen në zëdhënës të nacionalizmit dhe në vegla të një narrativi të dirigjuar nga Serbia. Nuk kemi të bëjmë me rastësi, por me instrumentalizim të rinisë për përçarje dhe destabilizim, ka shkruar ai. Shumë qytetarë dhe analistë kanë reaguar me shqetësim duke vlerësuar se këto ngjarje nuk janë thjesht festa të fundvitit shkollor, por veprime të organizuara që kanë për qëllim provokimin e reagimeve dhe tensionimin e situatës në terren. Pavarësisht kësaj, institucionet e sigurisë në Kosovë janë duke bërë thirrje të reagojnë me qetësi dhe maturi në përputhje me ligjin, duke shmangur çdo përshkallëzim të mundshëm. Ndërkohë, autoritetet e Kosovës kanë theksuar se janë duke monitoruar situatën nga afër dhe nuk do të tolerojnë asnjë veprim që synon të cënojë rendin kushtetues apo të nxjisë ndasi ndëretnike. Një zëdhënës e policisë së Kosovës ka bërë të ditur se janë duke u analizuar të gjitha materialet vizuale dhe dëshmitë e mbledhura për të identifikuar organizatorët dhe për të vlerësuar nëse ka elemente të shkeljes së ligjit. Analistët politikë shohin këto zhvillime si pjesë të një strategjie më të gjerë të presidentit serb Aleksandar Vučić për të mbajtur tensionet e larta në Kosovë përmes një politike që shpesh është përshkruar si fashiste dhe e bazuar në urrëtiet etnike. Të ushqesh familjet me urrëtie është akt i dhunshëm dhe së ardhmes, ka thënë një komentues politik në një reagim publik. Këto zhvillime vinë në një kohë të ndjeshme për Kosovën kur përpjekjet për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë janë ngadalësuar dhe ndikimi i propagandës nga Beogradi po përhapet veçanërisht në komunat me shumicë serbe në veri të vendit.